Bigjozi në Lezhë, prokuroria përflaset me policinë. Çfarë është? Sipas raportimit prokuroria e Lezhës i ka kërkuar policisë emrat e agjentëve operacional dhe burimin e informacioneve për aksionin Fishat. Sa e pazakonte që kjo kërkesë në punën tuaj investigative dhe a mund të konsiderohet ky një veprim që kompromenton sigurinë e agjentëve dhe informatorëve në terren? Sepse kemi dhe një përplasje mes policisë dhe prokurorisë. Dhe kjo është një pasojë që vjen nga mos legalizimi, ose situar që janë legalizuar, është bërë dhe ligje, gjitha këto dhe mbeten Bigjozi mbetet si një gjë tani, prapë mbetet në duart të fortëve dhe çfarë është kjo? Tani ta shpjegoj më qartë. Ky është një operacion që u bë në datën 3 janar. 2 janar. 1 janar. Pothuajse ditën e vitit të ri ku të gjithë Në fakt, u bë në 31 vjetor në drek, por u deklarua nga policia 2 ditë më vonë. Pra ka qenë rreth orës 15-31 vjetori që u shkua në këtë kazino. Por pse duhet të shkonte deri këtu? Po e palishme ishte kjo? E palishme, më ku ka të lishme në Lezhë? Në s'ka skund në... Po, historia... Shumë vende, po. S'ka të lishme përveç hoteleve me pesyje dhe... Kjo ishte në... Janë me leja. Kjo ishte në vilën Trekaqe të një të marrë me qera. Tani duhet të shpjegoj diçka në... E rëndësishëm ky? E rëndësishëm ky që... Po jo më që i rëndësishëm ky dinte me fitu para në... Ishte i përkiste një grupi kriminal. Fitus parash. Shiko, duhet të dim që ku marrë e palishëm në Shqipëri, lojrat e fatit dhe bastet sportive, janë duart e krimit organizuar. Mirë po, kur krimi organizuar fillon dhe nuk ka fort para kesh, atëherë shtrëngon për të shtrirë tentakulat e tij dhe për të zgjeruar aktivitetin. Në Lezhë, të interesuarit për të patur edhe ata një territor të tillë e kishin kërkuar prej kohësh. Mirë po, kjo ishte në mbrojtje të policisë, funksiononte prej shumë kohësh. Në momentin që hoqën qafe drejtorin me një anë të një shkarkimi, bën këtë aksion. Pra, është një përplasje midis interesave të palishme të policisë së shtetit mbi lojrat e fatit. Nuk fiton vetëm krimi organizuar në palishmërinë e lojrave të fatit të Shqipëri. Më së shumti fiton policia. Informacionet në fakt ishin se përpara vitit të ri, një ndër grupet... Se policia shkret... Jo, fiton nga SPZ-ja... E di që më tregon të njeri muaj, që a i duhet të vendose, pa vendosur 35 gjoba ditën, a i nuk mërë të drogën. Nga SPZ-ja nuk fiton a i që është SPZ e mulletit, se a i s'ka qa fiton, a i do presi mos... Fitojnë grupet posashme të... Po, SPZ-et e qendrave, ose të zonave ku janë të shtrira aktivitetet e lojrave të fatit, fitojnë gjithë. Dhe zakonisht fitojnë në drejtorët dhe drejtorët. Por, u duk se pas largimit të një prej grupeve më të fuqishme, e cila zotronte goxhat treg në bastet e palishme dhe lojrat e fatit, u duk se do të merrte një goditje shumë të madhe kjo industri e palishme. Por në fakt jo, edhe pas largimeve, ishte lajmëruar që janari do të ishte një sulm, sidomos në Tiranë, ndaj palishmërisë kryesisht në bastet online të kazinove të palishme. Gjë që po tallen se s'po bëhet asgjë. Dhe call center. Ndodhi po e njëjta gjë. Tani, po t'i referohemi rastit Lezhës, çfarë duhet të dinë? Ata duan të dinë se kush ja bëri gropën, sepse ata e paguanin paranë e tyre. Pra, ata i jepnin parat për ta patur kazinon e palishme. Duke qenë se i jepnin këto para, tani në ndikimin e tyre duan të dinë se kush ishte informatori i gjithë kësaj historie. Është një lojë midis interesave caktuara ku mblidhet policia e shtetit me krimin e organizuar. Ajo që të vjen... Është pak më e thellë, zoti Rakipi. Po, kjo histori do dalë në pas, sepse është pak më e thellë historia e Lezhës. Aty ka disa grupime që i kanë lidhjet shumë lartë në kupolën e policisë, janë disa të tjerë që i kanë pak më ullët, nuk është kaq e thjeshtë. Në fund ajo mund tjetë e thellë, po në fund fare... Sepse mendoj që
Në kuadrët e një jetimi që ka SPAK, besoj do të zbardhe edhe këtë përplasje. Në fund fare është një luft për territorë për të patur kazinot palishme. Nuk ajo nuk shkon po normalisht. Jala është duke thënë një borë duke zgjatur thotë në nuk është ajo çfarë ju nënkuptuat. Shkon në fakt pak më lart. Kjo gjë është bërë nga Tirana. Kjo gjë është bërë nga sektori i krimit ekonomik e financiar në Departamentin e Policisë Kriminale dhe nga forca e posaçme operacionale. Është ka ardhur nga Tirana këto njerëz që kanë bërë këtë gjë. Unë nuk e di pra pas skenat. Nuk e di pra pas skenat. Di që dy ditë më përpara është hequr drejtori, që lë dyshime që është hequr një drejtor që e garantonte këtë, ose është hequr një drejtor që s'donte ta mbante më, e të tjera. Që do vinte do garantoj dikë tjetër, apo drejtuesi që janë më lart do garantojnë dikë tjetër. Gjitha këto histori, po di forcat kanë ardhur nga Tirana. Forcat kanë ardhur nga Tirana, Ferdinand, se është pak më e thellë historia. Nuk e di sa e thellë është. Për faktin, absolutisht jam shumë dakord që policia është e lidhur kokë e kom me lërat e fatit. Po jam këtu biem dakord të gjithë. Çështja është që nuk e di si janë vizë gjërat nga lart, por unë nga informacioni zyrtar po flas. Nuk po flas nga gjërat që si di. Tu qëndrojmë pak edhe mendoj që Lezhë do të jetë një histori që do të shpërthej më vonë, sepse biznesmeni që ka shkuar dhe ka shtrirë tentakulat atje, është një biznesmen që ka një ndikim të jashtëzakonshëm, edhe mendoj që në fakt do duhet ishte subjekti SPAK-ut jo të shtrinte tentakulat atje. Por do të vi koha, besoj do të jemi prapë në këtë studio apo tjera për ta diskutuar. Ka vetëm një çështje për të thënë një fjali, ka shumë fjalë për goditjen që SPAK do t'i bënte policisë së shtetit prej shumë kohësh, prit, siç kemi pritur Kumarin që të goditet edhe lojrat e fatit, po presim dhe SPAK-un. Po edhe për Akshin, por e ke grupin kriminal të goditur. Po mirë, po prisnin policinë. Jo, për Akshin edhe s'pritej shumë. Domethënë, se nuk prite. Policia është goditja ndaj policisë, segmenteve të korruptuarave, është më jetike, sepse ka të bëjë me sigurinë dhe rendin publik. Është jashtëzakonisht jetike. Mendoni që rasti Lezhës është rasti tipik i atyre skandaleve që ndodhin me lojrat e fatit? Është çështje territori më po këta ku shkon për çështje territori kjo është. Ka dhe një detaj që duhet thënë, ka dhe një përplasje me prokurorin që ka lindur, që prokuroria i kërkon policisë zyrtarisht kush është indicio dhe kush është pra burimi informacionit nga e keni dhe i kërkon emrat e policëve që morën pjesë në operacion. Po nuk e kërkon prokuroria, e kërkon i godituri. Qa prokurori ka bërë një shkresë? Ore, kjo është zyrtare, kërkon nga i gjetët ju që duhet prokurorisë kjo pjesë. I pëndajnë një ligë bashkë. Që duhet prokurorisë kjo pjesë, nga i gjetët ju indicion. Nejse, presim se çdo ndodh. Presim sepse kështë është në proces. Shqipërimë... Jo, më duket a bida një që kush ta dha informacionin. Dhe pysin këta. Po, që ta vrasi, krimi organizuar. Po se mund t'jene edhe dhe në punë të një, se në punë e në gjithë të në këtë vend të klodit, që ti po thua gjithë së diqë. Më thënë kjo është, ka vaj deri në atë... Gjithë në halë janë tani këtu dhe në punë. Në mëngjes dalin të gjithë me shigjeta, me arqe. Klodian janë dukur përplasur pikërisht që të marrin sa më shumë territor të lojrat e fatit. Zoti Klodi. Prandaj them që do shkoj shumë lartë, sepse nuk është vetëm një histori në Lezhë. Kjo po ndodh në Tiranë, që po ndodh hapta zifare, ka zyrtar caktuar, pra është një gjë që ndodh në gjithë Shqipërinë.